Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Student Stars. E në fakt, sot kam kënaqësinë të kem të ftuar jo vetëm një studente të ekselencës, por një studente që me aktivizmin e saj është edhe një shembull frymëzimi në fakt. Me mua sot Paula Hajdarasi, studente pranë Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, me të cilën do të flasim pak më shumë dhe do zbulojmë akoma dhe më shumë rreth programit të saj të studimit. Paula, kënaqësi të kem të ftuar në Student Stars. Përshëndetje Kamila, kënaqësia e imja, shumë faleminderit për ftesën dhe mbi të gjitha jam tepër e lumtur të jemi tek një bashkëbisedim, mbi të gjitha si studentët të njëjtit universitet të cilit ne jemi. Po, është e vërtetë edhe në fakt, unë kam thënë edhe më përpara, po energjia jote ngjan gjithmonë një diell, se Paula është gjithmonë shumë pozitive dhe shumë e ëmbël për të folur. Paula, për të gjithë ata që nuk të njohin, se unë të njoh si vajzë të ëmbël dhe kështu diellore. Kush është Paula? Një prezantim të shkurtër tëndin, të lutem. Unë jam Paula, vi nga qyteti i Durrësit. Jam një studente e cila ka mbaruar bachelorin për shkenca politike dhe vazhdoi po universitetin për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci tek i njëjti universitet. Studioj, punoj njëkohësisht, merr me aktivitete të ndryshme, përpiqem që të përfshihem nga të dy anët. Dhe mendoj që përpjekjet ja kam vlerësuar se është shumë aktive. Se ka qenë rrugtimi jot nga bachelori drejt masterit dhe çfarë të shtyu që të zgjidhe përsëri Universitetin Aleksandër Mojsiu si zgjedhjen tënde për të zhvilluar studimet master? Në fakt, Kamila, unë që në fillimet e mia kam dashur të vazhdoj marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci, por duke qenë se nuk ekziston një bachelor për këtë deg, mendoj që zgjedhja fillimisht për shkenca politike ka qenë patjetër një zgjedhje tepër e mirë, e cila më ka ndihmuar që unë të kaloj atë fazën e para përgatitjes si fillim dhe më pas të hyj vërtet drejt botës së diplomacisë, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe gjeopolitikës. Dhe përpara se të shkojmë në këtë arenë dhe këtë fushë tepër të madhe, është e rëndësishme që ne të dimë edhe pikat fillestare, pra se si funksionon bota politike së brendshme dhe më pas për të shkuar më gjerësisht. Ishte programi i studimit në bachelor një zgjedhje rastësore apo ishte diçka që e doje? Ti e ceke pak, dhe pse doje? Kishte diçka, një arsye të thellë pas? Në fakt, Kamila, unë kam qenë midis dy zgjedhjeve, shkencave politike dhe psikologjisë. Por duke qenë se kam qenë aktive që në 9-vjeçare, pra në shkollën ku kam zhvilluar shkollën time 9-vjeçare, më pas duke qenë presidente aty dhe më pas kam qenë pjesë edhe të senatit të studentëve të nxënësve në gjimnazin e Naim Frashërit, kam qenë gjithmonë predispozuar të jem pjesë e këtyre aktiviteteve të cilat përpos bashkëpunimit midis studentëve dhe nxënësve midis tyre, mbi të gjitha të ngrenë problematikat, dëshirat, aktivitetet që bëhen me nismat e studentëve. Dhe mendoj që më pas kaloi kjo faza nga e të qenur thjesht dashamirëse e madhe për të ditur më shumë se sa funksionojnë përpos dëshirave, është shumë e nevojshme që ne të dimë edhe mënyrat teorike, mënyrat legjislative, administrative, pra se si funksionojnë këto dhe në kuadrin e një teorie më të mirëfillt. Prandaj unë zgjodha dhe universitetin. Dhe mendoj që është një nga zgjedhjet më të bukura që unë kam bërë. Unë njoh shumë studentë të cilët kanë zgjedhur deg të ndryshme, pa e ditur arsyeën se pse mund të jem bërë pjesë e asaj dege, por duke qenë një person social, një person i cili i pëlqen të merret me aktivitete, vazhdimisht, por jo vetëm, të jetë më afër njerëzve dhe edhe të ketë një ndikim pozitiv, mund të kemë një ndikim pozitiv, absolutisht, sepse unë mendoj që mbi të gjitha ajo çfarë ne duhet të bëjmë, qëndron për veten tonë, çfarë do lloj gjëje që ne mësojmë, eksperimentojmë, është që ne të rritemi personalisht, ama në momentin që ne kemi një ndikim edhe tek njerëz të tjerë, tek shoqëria, qoftë edhe tek një komunitet i vogël brenda nesh, absolutisht ne ndjejmë një formë kënaqësie akoma edhe më të madhe. Po është vërtet, është shumë e rëndësishme në fakt dhe unë mendoj që është një vlerë shtuar, mënyra se si ti përpiqesh të rritësh veten, sepse e shikon si një ndikim në komunitetin studentor, në komunitetin e miqve. Krijimi i modeleve, mendoj unë, i modeleve të mira, i modeleve që janë frymëzuese, është shumë e rëndësishme, sepse për shembull unë ndihem e frymëzuar nga fakti që ti je shumë aktive. Dhe është gjë shumë e mirë, më shtyn mua që të bëhem kurioze, të marr më shumë informacion nga ty dhe pse jo të bëj dhe gjëra që ti i bën. Ne kemi folur bashkë
që ti ishe pjesë e një episodi tjetër të një podcasti të Student Stars, edhe ti më thatë kohë që me shumë dëshirë do vija, po jam pjesë e një programi Erasmus. Si ishte programi Erasmus si eksperiencë për ty edhe në kuadër të kësaj pyetjeje, si është jeta e një studente pikërisht në programin që ti studion? Në fakt, përvoja e Erasmusit ka qenë një ndër përvojat më të bukura dhe më emocionuese që unë kam kaluar. Në fakt, unë kam bërë tipe të ndryshme Erasmus dhe mobilitete që quhen, qoftë në periudha të shkurtra kohore, qoftë në periudha të gjata. Ajo për çfarë përmendë ti, bëhet fjalë për Erasmusin që unë zhvillova vitin e kaluar, pra kam qenë në master në vit të parë, në Bologna të Italisë. Një eksperiencë jashtëzakonshme që unë kujdoj që ja tregoj si diskutim dhe si përvojë i nxis akoma më tepër që të bëjmë pjesë e këtyre mundësive të cilat universiteti jon i ofron, sepse është shumë e rëndësishme për të theksuar bashkëpunime dhe marrëveshjet e shumta që universiteti jon ka me universitete të ndryshme të Europës dhe jo vetëm. Pa diskutim është një përvojë e cila më ka arritur jo vetëm nga ana akademike dhe studentore, por mbi të gjitha për ta njohur edhe më shumë Paulën e vërtet. Pra kalon nga ajo rutina, nga ajo comfort zone që thuhet në anglisht, kur jeton me familjarët, je në qytetin e vogël të Durrësit që njihemi të gjithë dhe papritur e gjen veten në një universitet të ri, të huaj, me studentë të ndryshëm nga vende të ndryshme të Europës dhe vende të ndryshme të botës, me kultura të ndryshme, me kultura të ndryshme. Përballesh me gjuhë të reja, pra jo vetëm anglisht, italisht, por është një eksperiencë e cila të ndihmon jo vetëm për të njohur dhe për të rritur më shumë në vetvete, pra për të kaluar sfida të cilat ti më përpara mendoje se nuk do mund ti kaloje dot, papritur e gjen veten duke i dhënë zgjidhje edhe problemeve më të mëdha, por mbi të gjitha duke shfrytëzuar të gjithë këtë eksperiencë në forma më të mira të ndryshme. Sepse kjo eksperiencë mendoj që të ndikon më shumë për të njohur edhe ndryshimet midis sistemeve. Pra sistemit arsimor shqiptar dhe sistemit arsimor të huaj. Edhe duke qëndruar pikërisht tu, Paola, si mendon, duke pasur të gjitha këtë bagazhin e madh me këto eksperjenca që ti the deri tani, mendon që pikërisht programi i studimit në të cilin ti je dhe formati akademik të ka përgatitur mjaftueshëm për të qenë, si më thon, e sigurt në karrierë në diplomaci? Shiko, të jemi realist, diplomacia është fjalë shumë e madhe. Jo vetëm diplomacia, por nuk mjafton vetëm universiteti dhe studimet brenda këtij kuadri të brenda ndërtesave, brenda këtyre aktiviteteve. Në mënyrë që ne të ecim sa më përpara, sepse njeriu ndryshon. Njeriu duhet të tentojë, të eksperimentojë pafund në mënyrë që të kuptojë dhe ku gjendet më mirë. Unë mendoj që deka e cila unë kam zgjedhur është një dekë shumë e bukur. Të bësh diplomaci është art më vete. Por pa diskutim, duke njohur njerëz të tillë, pra ato modeli që ti përmende pak më përpara, duke u rrethuar me njerëz të cilët punojnë, qoftë edhe në moshë më të vogël, apo qoftë që kanë kaluar peripeci dhe vështirësi të mëdha në dek të ndryshme, ti thua përse mos ta bëj edhe unë këtë. Në vërtet, është merr një iniciativë, mund të themi. Patjetër. Unë mendoj që në universitetin ton kemi marrë atë kuadrin dhe bagazhin teorik i cili është mjaft i domosdoshëm, por pa diskutim, suporti, mbështetja dhe këto lajmërimet e ndryshme që ne marrim her pas here dhe nga pedagogët, nga mentorët tanë që janë të domosdoshëm, duam apo s'duam ne, dhe për të na kthjelluar pak edhe drejt drejtimit ton. Dhe në fakt përvoja ime e Erasmusit ka qenë një këshill nga mentorja ime profesoresh Mirela, të cilën e përshëndes në këtë rast, e cila gjithnjë më nxit sa herë bëhet fjalë për jo vetëm aktivitete të vogla, por edhe këto nisma të mëdha. Dhe unë mendoj që mentor të tillë duan shumë, dhe sidomos persona të tillë të cilët të japin atë shtysën e vogël që në fakt të bën të kuptosh një horizont akoma më të madh dhe bën që të zbulosh rrugë që ti më përpara kishe frikë të ndërmerrje me iniciativën tënde. Po është vërtet në fakt edhe është diçka që unë kam thënë edhe evidentoj vazhdimisht që çfarë mua më pëlqente ku më doja është që jo vetëm ke jetë studentore,
Por jeta studentore nuk shpëtohet vetëm brenda kampusit ose brenda auditoreve. Shkon përtejsa nëpërmjet thirrjeve të ndryshme, programeve, mobiliteteve dhe mbi të gjitha, thash, është shumë e rëndësishme dhe ti evidentove mbështetja nga pedagogët. Sepse ndonjëherë edhe nga mungesa e eksperiencës, ne jemi të rinj në moshë dhe kemi edhe pasiguritë tona, është shumë e rëndësishme të kesh dikë që të shtyjë, që të ndërmarrësh hapin e parë, se pastaj hapet e tjerë i ndërmerr vetë. Dhe besoj që ndan të njëjtin mendim me mua kur them që mjafton njëra e parë të bësh pjesë e diçka dhe pastaj ti ke atë etjen mund të themi që dëshiron të vazhdimisht jesh aktive dhe nuk e imagjinon dot veten të jesh pasiv me mundësitë që jeta studentore nuk më do ofron. Unë i kam provuar të dyja modelet, që do të thotë edhe atë jetën e qetë, atë rutinën, por unë mendoj që është më e bukur ajo jeta e zhumshme. Pra ti të zgjohesh në mëngjes dhe të kesh shumë programe, të kesh shumë gjëra për të bërë, një agjendë të ngarkuar, dhe edhe nëse dalin këto problematikat e vogla, ti ndjen një lloj kënaqësie e cila edhe të nxit si person, pra të bën më energjik. Dhe në këtë moshë jemi ne duhet të provojmë të gjitha mundësitë që na jepen përpara. Unë në fakt jam shumë e lumtur që kemi goxha mundësi në këtë moshë dhe këto vite që ne po jetojmë, duke dëgjuar edhe raste të tjera pra të pedagogëve tanë që na tregojnë her pas here se sa të vogla ishin mundësitë në kohën e tyre. Dhe është fatkeqësi që adoleshentët e sotëm dhe ne studentët e sotëm mos ti kapim këto. Teknologjia ka pasur, mendoj, sepse ne gjithmonë kur flasim për teknologjinë ata shohim me gjërat negative ose pasojat negative që ajo ka sjellë tek ne brezëri. Por mendoj që ndonjëherë harrojmë se sa pozitive dhe sa impakt pozitiv ka pasur në qasjen për sa i përket shpejtësisë informacionit, vizibilitetit, dhe në këtë rast ti ke shumë të thjeshtë që ta hapësh website-in e universitetit apo qoftë edhe një platformë nga rrjetet sociale siç mund të jetë Instagrami për të parë të gjitha njoftimet e nevojshme ose thirrjet për mobilitet e programe që ju ofrohen studentëve. Paula, për të përfunduar edhe bisedën tonë, do rekomandoje si zgjedhje pikërisht bachelorin, por edhe masterin, të cilin ti ndjek për maturantët ose për të gjithë ata që janë ndoshta në mëdyrshi ose kanë kuriozitetin se pse duhet ta zgjedhin pikërisht të program studimi dhe pse pikërisht pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu. Shiko Kamila, do ta zgjas pak në fakt të përgjigjen, sepse unë jam shumë e lumtur të jemi informuar që ne në fakt jemi hapur programin e ri shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike që në bachelor. Pra në rast se unë do ktheha kohë mbrapa dhe do ta kisha si mundësi patjetër që do ta bëja. Pra është një risi, është hapur një deg bachelor, pikërisht program studimi bachelor, në marrëdhënie shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike. Okej, pra është një pjesë shumë pozitive ose një avantazh më shumë për të gjithë ata që janë kurioz ose janë pikërisht në hulumtime për të përzgjedhur këtë fushë studimi. Sepse vlen për të theksuar që ende në Shqipërinë tonë të vogël kjo lloj dege është e pa dëgjuar. Ama në vende të tjera të botës, qoftë edhe në Itali ku unë edhe studiova dhe pata përvojën, është tepër e njohur dhe njerëzit dhe studentët e zgjedhin shumë si deg. Ndoshta kjo ndodh për shkak të edhe mos përfshirjes ende, duke qenë se ne ende nuk kemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe ndoshta mungon këto mundësitë e pranisë së institucioneve të Bashkimit Evropian, por absolutisht janë këto mini organizatat e vogla, qoftë qeveritare ose jo qeveritare, apo institucionet dhe komunitetet të vogla, të cilat janë vendosur posaçërisht për të krijuar një lloj stimulimi, për të krijuar këtë lloj stimulimi. Dhe mendoj që shumë studentë të cilët e ndjen veten social aktiv, pra janë të interesuar për botën politike dhe jo vetëm. Dhe unë gjithmonë mendoj që nuk jemi vetëm studentë të politikës dhe duhet të dim lajmet e politikës. Edhe si qytetar të thjeshtë ne duhet të jemi hulumtues, të dim se çfarë bëhet rreth e rrotull, të jemi më shumë të informuar, të edukuar dhe të kulturuar. Po është e drejtë kjo. Duhet të kemi kulturë politike dhe shumë e rëndësishme sepse vendimarrja pikërisht na prek dhe na impakton ne si qytetar. Patjetër, nuk duhet të jemi vetëm pjesëmarrës në votime, por pjesëmarrës edhe në advokime të ndryshme dhe procese tepër të rëndësishme të cilat na bëjnë edhe më të pranishëm
për jetën tonë mbi të gjitha. Dhe duke e përfunduar, mendoj që kushdo që dëshiron të zgjedh një degë e cila i bën më afër komunikimit, më afër socializimit, më afër këtyre trajnimeve, konferencave, aktiviteteve jashtë vendit. Duke qenë se unë kam patur mundësinë të jem pjesë edhe e Parlamentit Evropian të studentëve. Pra janë aktivitete të cilat ndoshta nuk e kanë bazën te kjo degë, sepse normalisht përfshin degë të ndryshme dhe fusha studimi. Ama mendoj që kjo degë të bën të mundur këtë formën e socializimit më të lehtë. Po, rrjedhëzimi dhe mbi të gjitha është një anë shumë pozitive për të pasuruar edhe CV-n, eksperjencat dhe mbi të gjitha personalitetin, sepse unë mendoj çdo eksperiencë dhe çdo sfidë që mbartin eksperjencat me zgjedhjen e tyre ose me mënyrën se si të sfidojnë, patjetër që kanë edhe anët e veta pozitive, sepse ti merr mësime, njeh njerëz të rinj, unë kam thënë vazhdimisht edhe në të gjitha episodet e Student Stars që rrjedhëzimi është shumë i rëndësishëm. Edhe diçka të fundit që unë dëshiroj ta përmend, unë mendoj që çdo gjë ka të mirat edhe të këqijat e veta. Duhet jemi ne të aftë edhe të saktë, të zgjuar dhe të mençur për të kuptuar dhe për të dëgjuar, për të parë të dy anët e medaljes. Nuk është shumë e lehtë për të arritur në majat e suksesit. Dhe mami im gjithnjë thotë që është shumë e lehtë për të marrë ashensorin, por ndoshta duke ngjitur këto shkallët dal nga dal, ti arrin të kuptosh dhe të marrësh mësimet më të mira dhe nga vështirësitë dhe sfidat që kalon, duke u bërë edhe më i aftë, edhe më i zoti në atë suksesin, sepse u mendoj që çdo njeri ka të suksesin e vet, shkëlqen në një drejtim të caktuar, herët ose vonë gjithnjë kemi për ta patur atë vendin tonë dhe ne do shkëlqejmë gjithnjë. Të falenderoj shumë Paola që në Student Stars, ishte vërtet kënaqësi të kishëm, besoj. Edhe me sipër se të kemi edhe në episode të tjera. Shumë faleminderit ti Kamila për ftesën, ishte një bashkëbisedim shumë i këndshëm edhe patjetër falenderoj për çdo takim tjetër. Faleminderit. Ndërkohë së bashku, do shihemi në episode të tjera të Student Stars. Paola tha diçka që mua më pëlqeu shumë. Nuk është e thjeshtë të arrish majat e suksesit. Është e vërtetë. Është shumë e thjeshtë të dorëzohesh, ama vetëm të guximshmit e kanë kënaqësinë e suksesit dhe vetëm ata që janë përpjekur shumë shkëlqejnë më fort në majat e suksesit. Nga unë Kamila Sidolli, shihemi në episode të radhës të Student Stars.